Të dashur kolegë, dua t'ju rikujtoj se Partia Socialiste nuk feston sot 35 vjetorin e themelimit të saj. Ajo është themeluar në 8 nëntor 41 prej Serbisë dhe vazhdon misionin e saj për të shkatruar Shqipërinë. Thjesht ndryshuan emrin në kongresin e tyre Fatzi, ku treguan se janë përsëri në vazhdim të misionit të tyre për shkatrimin e Shqipërisë. Ne të presim se çfarë do të ndodhi në mbrëmje, ku provokatorët socialistë, sikurse din ata që fusnin armët tek priftërinjt apo tek bomba ambasadës ruse, tek krimet e tyre pafund, dash Perëndia bëhen pishman ata që do të urdhërojnë për të krijuar pikërisht një anti-miting për të njollosur të protestë më të bukur në historisë. Zoti qoftë me shqiptarët. Urime të dashur socialist, besoj se nëse Vučići do të vinte t'ju uronte, do t'ishte dekorata e turpit që juve meritoni ta mbani prej 85 vjetësh krenar si shkatrues të Shqipërisë.